Rreshjet e dendura të Dëborës të shoqëruara me temperatura të ulta dhe ngrica kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme në sektorin e frutikulturës, veçanërisht në kulturat e kumbullës dhe qershisë, ndërsa nuk kanë mbetur pa prekur as mollët. Në zonën e Dvoranit në Korçë, 10 fermerë raportojnë se prodhimi i këtij viti është shkatruar në masën 100%. Sipas tyre, temperaturat kanë zbritur deri në -7 dhe kanë dëmtuar tërësisht pemët, duke ngritur alarmin se këtë vit në Juglindje nuk do të ketë fruta. Unë kam 3 hektar. Të gjitha janë dëmtuar. Nuk do bëjmë prodhim si vit? Asnjë kokër, gjitha me qershi, kumbull, moll, të gjitha janë dëmtuar. Ato janë fatkeqësi të Zotit. Fatkeqësi që ka ndodhur, kjo është rast shumë i veçantë që ndonjëherë s'ka ndodhur kështu. Kohës që eci me i falë edhe verifikime që kanë bërë ne, janë të dëmtuara pothuajse 100%. Shpenzimet gjithashtu. 3 melon, 4 melon, dapi që është i kushtueshëm, 3 i kemi bërë, punimet me frezë i kemi bërë, zjarret bëjnë, domethënë një 5% ndoshta, por duhet organizuar që të bëjnë gjitha baçat, një edhe e dyta me -6 dhe 7 është shumë e vështirë. Një përqindje e vogël e fermerëve kanë provuar fatin e tyre duke ndezur zjarre pranë plantacioneve në përpjekje për të zbutur ndikimin e temperaturave të ulta. Sipas tyre, kjo është metoda e vetme që rekomandohet nga specialistët, por efektiviteti i saj mbetet i paqartë, sidomos kur temperaturat bien ndjeshëm gjatë natës. Tu janë 10 hektarë. Kemi ndezur për arsye sepse temperaturat e ulta që aktualisht jemi sot, ku vati rreth -6.25 dhe dëmet janë goxha të konsiderueshme. Ne mund të themi 90% të prodhimit është dëmtuar. Dhe shpresojmë që me ndezjen e zjarrit të shpërtojmë diçka me të paktën të nxjerrim kostot. Edhe specialistët e bujqësisë konfirmojnë se dëmet janë të mëdha. Ata bëjnë me dije se brenda 72 orëve të ardhshme do të nisin verifikimet në terren për të evidentuar dhe vlerësuar saktësisht shkallën e dëmit. Sipas burimeve zyrtare, kompensimi për dëmet në bujqësi aktualisht është i pamundur për shkak të përcaktimit të ligjit të emergjencave, ku nëse nuk shpallet gjendja emergjente, zyrtarisht nuk mund të kryhet kompensim mbi dëmet. Ndërsa e vetmja mënyrë sipas të njëjtave burime mbetet siguracioni i vetë fermerëve pranë kompanive private të sigurimeve.